Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një kënaqësi shumë të madhe me një të premtë tjetër të emisionit Në Votër. Një kënaqësi e privilegj për mua që ka mundësi me dalë në përfshatrat e vendit tonë me histori të gjerë e bukur të vjetër, po i them ashtu, si shqipe që njihemi. Sot kam u thuar në një fshat të Klinës, jo vetëm fshat, tashmë ka mbetur fshat sepse dikur ishte edhe komunë, madje kur Klina nuk ishte fare, Ujmiri që jemi sot ishte komunë dhe ishte një fshat që i mbushur me gjithçka. Kur po them me gjithçka, edhe me spitale, edhe me shkollë, edhe me zyrën e vendit, e gjithçka tjetër që ky fshat mbledhte në vete njerëz nga të gjitha trojet. Sigurisht që e ka edhe një histori bukur të madhe të luftës, ato ku shkëndijat e para të shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës filluan pikërisht në Ujmir të Klinës. Nga këtu nuk dua që ta zgjas sepse sot uroj që ka me taku njerëz të këtij vendi, tamam vendali që i takojnë Ujmirit, që të mësojmë edhe më shumë sa i përket historisë ashtu siç ka qenë. Mbase me kohën mundet edhe më u deviju, po njerëzit e duhur që i takojnë këtij vendi besoj që ka me i taku edhe ka me na tregu. Dua që nga Ujmiri ta përshëndes partnerin tim i së podcast që njëherët Ujmiri furnizohet me këtë rrjet super të shpejt, andaj po ju lës me e qëndru me mu edhe me mësu edhe më shumë për Ujmirin. Nga erdhi në fakt emri Ujmir e shumë detajet e tjera që mbase më herët nuk i kemi ditë. Këto janë pamjet e para të Ujmirit që ja u sjell kujta e ne takohemi vetëm pas pak. Ndru me që nuk muj me fillu emisionin pa qëndru tek ajo që ishte nisme e gjithë shkafit në fakt ushtria shqiptare e Kosovës, sepse në vendin ku jam unë është njëra ndër ato kullat që i ka rezistu kohës atë që e ka preku lufta për ajo renovu. Për ndryshe, në këtë kull, ku kujta vjen sjell pamje pe larg atë, është kulla e Sadri Shalës që është mbajtur tre mbledhjet e lidhjes popullore të Kosovës, mbledhja e tretë, po na thot edhe Bacimer që është duke na pritur lart. Në fakt, pati shumë rrezikime, po që siç e thash në fillim të këtij emisioni, gjithçka filloi në Ujmir, nga mbledhjet e para që mbajtën ku njerëzit dëshiruan që të hynin vullnetarisht për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që të luftojnë ballë për ballë me armikun. Nuk dua që ta zgjas nga këtu sepse po him brenda shkokut edhe i temperaturave, i shohim disa pamje faktike që tregojnë sa i përket kësaj mbledhje dhe bisedojmë me zotin Ymer Shala.
Në fakt, kur jemi në Ujmer, jemi 27 vite mbas pasi ka përfunduar tashmë lufta, por që ajo, le të themi, zhurma e madhe në anën pozitive sa i përket ushtrisë shqiptare të Kosovës jeton ende, do të jetoj gjatë në përmendjen tonë, realisht edhe do të jetoj. Unë e përmenda që mbrit gjitha që i ka Ujmiri ose i ka pasur më herët, Ujmiri cilësohet dhe thuhet se është baza dhe kur u themelua pikë së pari ushtria shqiptare e Kosovës. Aktualisht jam në kullën ku është mbajtur edhe lëvizja popullore e Kosovës për herë të parë, tashmë dikur vënë e ka pasur edhe 30 vjetorin e mbledhjes së tretë së përgjithshme. Jam në këtë vend jo i vetëm, por me një njeri i cili e njeh bukur mirë edhe takimin që mbaj këtu dhe kush ishin ata persona. Me një kënaqësi shumë të madhe, po i prezantoj në këtë ambient bukur, tamam tipik shqiptar në kullën e në tokën e tij, zotin Imer Shola që na ka mirëprit, thot pa pritu hiç po besoj. Lutem. Mirë se ju kena gjetë. Mirë se keni ardhur. Kënaqësi shumë e madhe. Për ju edhe për secilin që dëshiron. Mas por ju uroj mirë se ardhje. Ndihemi krenar që keni gjetë kohën, po jemi qysh me thonë që pa ndonjë kur far stresi me fol gjithçka me krenari, se nuk jemi të baltosën, nuk jemi asnjë njoll nuk e kem para lufte, gjatë lufte, mbas lufte. Kur asnjë njoll nuk e kem. Në fakt e përmend e pak mbledhjen e tretë. Nuk e di a gabova diçka, kërkoj ndjes. Jo të lutem, jo të lutem. Ndëgjoj, e përmendet që jeni në kullën tonë. Në fakt kjo është kull e kombit. Këtu janë mbu themelet e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë nuk kam qenë aktivist, vllau i madh ka qenë më shumë aktivist. Ai është njoft me veprimtarin e çështjes kombëtare Azem Sylen. Qysh nga vitet 81, kur Azem Syla, profesori, ishte profesor në Kiev. E që Kieva ka qenë një fshat, sikur Ujmiri. Mirë, po i ka pas një begati më të madhe se ka pas edhe shkollën e mesme aty. Po ka pas edhe një tragedi se ka pas serb aty. E serbet kanë qenë gjithmonë ngacmues për shqiptarët. Aty kanë gravitu fshatrat për rreth këq shqiptarë. Mirë, po demonstratat që i zhvilluan në Kiev, veç nëse i zhvilluan në Prishtinë edhe në qytet të madh. Se për ndryshe në Kiev ka pas demonstratat hatashme. Unë nuk kam qenë, po Klina është komunë. Kur demonstratë që shdohet nuk ka pas me thonë, se kem qenë të përzin, 50-50 thoja. Në fakt nuk ka qenë 50-50 numri në strukturë të përberjes serbe shqiptare. Po të i përfshin që disa lakmiqarë kaluna nej, u rështu u pozicionun në onën e ka s'duhet, disa për poste, disa besa për interesat veta. E kanë pas tradit, e tash u bon gati 50. Në Klinë nuk ka pas. Mirë, po në vitet 81 tani u burgosën, fillun burgosjet e sene. Në vitet 90 u lirun shumë prej tyre, prej burgjeve serbe. Për të rimbush prap. Mirë, po ata që kanë qenë pak knoqën me Serbin nuk kanë pajtu prap. Edhe, po, aty filloj qysh me thonë në vitet 90-a kishe u distancum për tyne, edhe për fat mirë, se gjarpni nuk e zgjedhke, kanë jo, po dikur jo hinë i ranë, pa dallim. Do me thonë, edhe bashkëpunëtorët e vetë nuk i kursejke. Edhe tash, në vitet 91, prap të burgoserit vazhdu në vazin e tyre të vjetër. Me qenë armikt për betë unë. Aty mandej kishte lind ideja që pa pushk Serbia nuk shkoqet. Sa rezoluta u bu nuk e be për Bosnjë e për ato, Serbia nuk qajke kokën bile. Mirë, po, edhe Azem Syla me shok, Azemi ka qenë protagonist i formimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Azem Syla me shok, të paknoqën me Serbinë. E kanë llogarit që pa pushk nuk mund është munda me prej Serbisë. Edhe tani kanë kërku një vend që duhet të mbajnë mbledhje si antar të lëvizjes popullore.
edhe kanë dashur me majt një mbledhje. Po ku me majt? Tash odat bukra ka pas, edhe ma të bukra se tunën. Po nashta kanë shku në odë, po i zëti shpis fare o konë. Okej. E të lutëm, bën vaki, kishin hasë në ngurë. Ka qenë rrezik. Kishin therë, rrezik i ka qenë permanent. Edhe kanë dëgjuar ata për neve, që ne kemi qenë shënjestër të armikut. Vllau Uka është burgos në vitin 83. është tërtëru, dilën e martu, tonën e tërtëru prej Utbashve, Ajet Goshi dhe Qazim Azreku. Kanë orë këtu, kanë morë në i mirë. Dilën e martu, tonën e në orë dhe kanë morë. Edhe tani motra, që njëherë tash për duhet neshta me përmend, tani motra që është bashortja Jakupit. Aja ka pas me u burgos. Është morë në pyetje nga Utbasht. Edhe veç jo prit sekundi, kur mirë, po tani nuk e di si ndua dhe ka pështu. Vendosim mbledhja më mbajt këtu, ja uzun besën juve. Në vitin 91, Azem Sylla me shok ka kërku një vend ku me mojt një mbledhje si antar televizjes popullore. Një vend që me pas bes e tradit. Erdhen, bisedun me prindin, ndjes pas, ky është prindi këtu, bisedun, e kërkun, po ky objekt nuk ka qenë tjetër objekt. Ajo është rënun për i granatime në luft. Ka qenë i vjetri objekt. I vjetri, tjetëri objekt. Edhe e kërkojnë objektin. Prindi, do të thonë diçka, prindi pas zitimi ju thëtë mirë se veni. Azemi thëtë, po dojmë me majtë një mbledhje, thëtë disa shok, thëtë mirë se veni. Po, fatë mirësisht që përsër Azemi është gjallë. Unë dhe të them atë fjallën që nuk mundet prindim në amshim tash me thonë, po jënë dhe dokumentar që e ka dëshmu vetë. Thëtë Azem, thëtë sa vetë vini, po jem dëshok, nuk ja ka tregu numën. Po mirë Azem tash nga, citoj. Thëtë, a bën vakil mesin e qatyne shokve, me konë, tha basi dhe brem ke ofendu. Dhe me thonë, a bën vakil me konë në një trahtara, dishka me deviju. Jo, thëtë nuk bën ashtë. Ma shkot, ka ardhë Azem Sylla, bashkë me Ahmet Haxhiun, bangjyshi i Albulenës, ka ardhë edhe Ramadan Navdiun, unë ato atëherë a zonin si bretkus që e kish. Po, nofëm. Edhe ka ardhë me Ramadanin, e kanë këshur venin, ju ka pëlqy veni, o vendos me 3 dhe 4, me 3 tetor të vitin 91, me u majtë mbledhje në shpinë tonë. Mu më njoftoj Uka, vllau. Tha i merë, thasha, tha vinë son të dëshok. Më falë. Vinë, tha son të dëshok, thash mirë se vinë. Mës të harroj, një javë para se më majtë mbledhja, një 8 dit për para, ka ardhë Emrosh Gjemojlin e ka punë Azem Sylla. Prej ilegalitetit, prej Zvitre ka ardhë Emroshi. Një javë ka nejtë. Po qka dhe të kesh ndodhë me neve si kur të ishë nëzon njeri këtu? Kishin shkru me shkronjet ma trahtia. Tani plus erdhen tjertë, numërën e sakt nuk e di. Afer 50 vit. Edhe, po më thëtë Uka, tha i merë, tha shurna. Vinë, tha dëshok, tha qështu. A tha shani, mirë se vinë. Unë kam qenë këtu. Po, aty, kur kanë fillu me ardhë, maj pari ka ardhë për i gjithve, Ali Lajqi tashme e ndjerë. A i ka ardhë me tren me 2 shok tjerë, ata 2 tjerët nuk i kom njoftë. Ali unë po. Se kom po, që është veprimtari i hershëm. E ata 2 tjerët kanë ardhë, prej trenit kanë ardhë në komë. Rruga që vinë ka vishin ata, nuk kish ku qenë veç drejte të na. Edhe dola e pritë, na, po më thëtë Ali, na, tha që tu kemë ardhë. Thash mirë se veni. Kanë ardhë. Kanë dalë 3 vetura kanë bajtë atë natë. Ka bajtë një pi Azem Syllës. Hisen Zogjoni, tash me ndjerë. Bislim Zogi, Komoranit ka bajt. Shkëshin, është shumë interesant. Nëna veturi merke ata delegatët në fshatin Energjeva, që kanë zbrit për autobusit, e i bike kështu. Tjetra i ka morë në kjell e i ka pru kështu. Që të në i mirë unë rajshin, veç i lësheshin. Për që di, këtu ka qenë një pomne. Ska mujtë kush me diktu. është shumë e qëditshme. Edhe,
il sheshin delegat, vishin këtu. Unë tash, kur fillon me ardhë, unë isha ullë këtu në mes, në ata veç kur ka ardhë edhe një femër nga Ferizaj, kjo këtu, Lumnie, kjo është gruaja bashortja Xhabir Morinës. Që më duket është vetëm ja gru. Je dy jënë. A dy? Dy, këto se kom njoft. Okay. Me ato kom qenë shkollar në Ferizaj. Kur më ka pa mu këtu, tha ti, tash unë jam në shpitamen, jo. Unë thajmë delegate, mi se ke ardhë. Ka fillu mbledhja. Po është për që di diçka, të lutëm. Shumë vlen të cekët. Në vitin 90, është këputën senet, thuja. Po jo krejt. Edhe na fillu me dhonë roje në fshat. Se hishin policia serbe e mershin dikon, ama na jo. Se në vetën dikush mund me thonë, ja e jem kon. Jo, bre s'ka pas arme. Edhe ato që jenë kon, thuja jenë kon legale. Pak aty këtu na kush ka pas ilegal. Edhe na fillu me dhonë roje. Vlau ka qenë përgjegjës për fshat. Atëherë një parti e kem pas, le dhe kenë. Në që ato jena përbetu, thoja. Mirë, po ma shumë si fshat, u organizu me dhonë roje. E uka, vlau, e boni listën e rojes. Dilshim ka 3 me ru natën. Po, disa të pak noqën, disa prit të ishin me dalë natën, disa janisi ka pak aja roja të ngec, nuk dilshin. E për atë me atë, kur kanë pas me ardhë këtu, para si me ardhë, u ka tha, ju tha fshati, tha, doj me nru, tha, listën. Veç ku të ju të regoj, tha, son të jenë roje. Për mës me linë dyshimi me po kush kanë. Po. Se ata ishin njës, kush jënë, kërkush se njeke, kush kenë, për mës me linë dyshimi. Tash, vlau po i tha të u ka tha, tash e mas tha ka me bo listën, tha veç ju të regoj, dikun ka ora, mas dite ju të regoj kush anë roje. Atë natë më ka vendos mu në list edhe vetën. Na dy me konë, 2 vllaznit roje. Unë e kam qenë këtu, ka qenë balkon, pa mbuloje për para udhës. I hapër ka qenë. Po, unë e kam nejt jashtë. Ai, shkoj kjo, bëj ke gjiro, prap dike. Fillun delegatët e erdhen krejt. Në ora dikun, shumë vlen të ceket kjo. Dikun ka ora 19. Mëse karoterri, kemi shku unë me profesor Gani Sylen, tash me indjerë, një vetur, edhe profesori Azem Syla bashkë me Bislim Zogin kemi shku deri në Kiev. Kem morë diçka, të një shtëpije pa banuar, të një 4 përves, pëdromi ishte. Asët, kam morë një paket, ta mine gjysa stupës. Asët nuk e di çka ka pas në paket, se në tha profesor Gani, tha, i merë me se prek paketën. Kur tëtë me se prek. Edhe ma mirë që nuk e preka për shamën. Pse me preke? Pse me linë dyshimi që a thu, a ka qeli mire? Po të e deshti, erdhen delegatët. Qysh ma mirë? Unë kom qenë jashtë. Shumë vlen të cekët edhe të mbohet mend. 2 fjali kom dëgju që ato 2 i kom përseritur një jashtë. Qenë konë ato? Delegatët që kanë qenë këtu. Më i shojmë avën? Po, jenë betu. Kush e ka udhëhes mbledhin nuk e di. Aty nuk mëj me di. Udhëhesi e ka thonë atë fjallë. Tha, betohem se me asë një shmim nuk do t'i tratej shok të idealit dhe idealin e shokve. U po, betimi tyre. U mbajt? Dhe dikun, pse ram në Nënburg? Armest nuk kanë pas. Që të përdojnë në alba? Edhe unë lejëm të persone. Edhe lavdit dëshmorëve të rënë për Kosovë. Që të 2 fjali këm folë. E tash urna që ka kime më pyjtë. E dash ta me të pyjtë. Mbi gjitha këto mbledhe, gjitha këtë kontribut që e këni jep, si erdhi puna që ju ratë në Burg dhe ajo kushtoj juve si familje ty dhe babës tanë sepse di që keni qenë të burgosur. Normal. Qysh? Çdo familje ose që kujton atë kohë. Armiku gjithmonë është në shënjestër të shtetit. Armiku. Po. Na kemi qenë familje. Se unë i kam datë sa dikram të Gjurgjevikut. Jo që ju kom gjaj shumë. Jo. Po bile, për 3.000 mësë ju pa që në ju në gjaj për bese tradit. Mi pranu ofër 50 vetë. Tërtura 5 dit. As në jemë, theke shka u i shkine, se ke
Më vidi theke, këshyre theke fletën, as një emër theke se këtëm. E ta një të tregujmë. 2 vjetë ma, këtu është majtë mbledhja tretë, televizit popullore. Nesërmen të notën kanë vazhdu. është tani dhe të tregoj dhe diçka shumë interesant. Para mëngjesit se këtu trenat kanë qarkullu shumë, kanë gravitu Hekuru dhe gravitan Fush Kosovë, Pej edhe Prizren, në klinë dohet në 2 ditë. Udhëtar ka pas shumë sa s'më në mërë me menë. Se atëherë i vetë me mjetë ka qenë thuja treni. Edhe diku ka hora 3 e gjys ka lënë të treni, që vinte prej Beogradi e Fush Kosovë Prizren. Edhe unë kom trokit në derë. Shumë vlen të ceket kjo. Kom trokit në derë, se derën në kanë mbyllë. S'ka pas më dalje kur jënë asim mrena. Veç i nisha të debatu, për çka kanë tonë, as si kom përgju, as së më ka interesu. Kom trokit në derë, tha, o dalë njëni, tha urnoj me, thash më falë një abon, thash me ndërprej një gjësore, tha pse, thash se kalojnë udhëtarë të trenit e mos po vrejnë diçka. Tha po, se këtu dritarit i kanë pas reletat, po ja u kem qitë edhe kanë i qebe, që mos më vrejt kush gjë heq, drita nga jashtë. Mos më dyshu. Po, dikush e shë që ka më shtaja dritë. I kem shkym dritat mrena, i ndale i kom dhez nga jashtë. Qka të thashone? Nuk e nda krejt, shafë e shëqeri atëherë. E kom një person të është djerë gara prej fshatit Qabeq, këllitje në tina e nisha, se ishte muzgu, freskët, ojri freskët, edhe unë i ke krejt, me po se kom pa, në 3 gjysmë mëngjesit. Edhe e nisha dikot të hecë rrugës, se ka qenë rruga me zhavërë. Edhe aj, e dit tash kush ka qenë, adin, po atëherë se kom dit, ka qenë një plak serbë. Aje ka bo notën dikon Qabeq, po ku nuk e di. Se ka qalu, ka tapalu. Edhe të hecë e ka në e komër zhagë. Unë e tash, kur e ndërprem punën këtu, e kom dhejt dritën nga jashtë. Këtu u shkym në krejt. Derën e lam hapur, edhe dritën jashtë aty e kom shkym, e rrisha në qësh masat. Kur ka në ardhaj, një 200 metra për të shpis tonë, jenë bo bashkat aty. Edhe kanë bisedu. Njerisht, aji shqiptari ka qenë anej, ka s'dohet. Ka shku, qësh ka shku. Edhe... Kush ju qiti ju në prit? Kush në qiti? Kjo e ka epilogun fund funit përgjigjen. Mas në gjykimin, në seancën e gjykimit tretë, kur ka ardhë, që se unë s'moj me dritu, nuk moj me dritu gishtin prej as kujt. Absolut, jo, po... A patët informata që ka dollë prej këtu, që kje po më interesant. Po këtu, pse ku tjetër, ata më falë, shkop ma gjek nuk kanë pas, as në filgjen nuk qyrin. Sigurisht. Edhe 2 vjetë me vënis, të na është majtë në vitin 91, e treta. Në Prishtinë është majtë mbledhja 4, a disa ka zjatë aty, sa e pi një kafe. Shku me erë, shka eja si adem peja. Jenë po me sy, nesrit kanë fillu arrestimit. Edhe ju në qatë koma sani? 150 persona një në Burgos, në Kretë Kosovën, për qatyjit. Përfshirë edhe juve? Po edhe neve. Kemi qenë, në Prizren ka qenë Bejdin Allah, që i arrestum, edhe Ilat Kadolli, edhe nuk e di për tjerë. Në Pej, kemi qenë Ali Lojqi, Fisnik Cuka, që 2 tjenë prezent kanë qenë këtu, edhe baba me mu, atë dhe me thonë, masanina. Po na qysh rjedhi. Se edhe me shumë me zgjallë, në base ka shumë me fujt, po du me ditë basi merë, a ju kanë torturu shumë? Qysh e kujten që atë ko, seriozisht po të pesë? Po të lutëm, ndëgjë. A ke po babën tanë torturu edhe a i ty? Kjo është një pyetje që dënë përgjigje, duhet me ditë. Ka njëherë njëhem njeri më krenar në Shqiptari. Pse? Nuk e dham as një emër. Në gjithë ato. Mirë po ka njëherë njëhem me personi më i dëbët. Pse? E kom një prindin të torturu e i kom mbrojt shokët. E ata nuk në kursynë neve. Ma e keqja, fatkesia është ma e modhja. 27 vjetë ka nërë 5 për tyne me thonë me trokit që shdohet.
Prej këtu kuvendi, shumë me rëndësi që është, kanë dalë kuadra që e kanë udhëheq luftën. Ma vonë e udhëheqën edhe shtetin. Ma vonë le partia ndryshojnë, nuk gjetën kohë me trokit në derë 1 minutë me thonë, hej, që tu kom rreziku, që ta kanë rreziku për neve. Jo asnjë emër se thatë. Asni, po jenë dëshmitar të gjallë, kjo është, le të flasin tjertë për neve, le të flasin këta. Unë ndëgjë, tash, të lutëm, 7 prej që ty ne i kom njoft. A di që ka dhe me tha 7? Unë e 7. Që ata 7 nga 7, ka të rëtëmon edhe komplet grupi me dalë. Asë një. E kom njoft Azem Sylen, e kom njoft Gani Sylen, e kom njoft Ali Lajqin, e kom njoft Lumni Azemin, e kom njoft Emrush Gjemojlin që e ke mojtë këtu. E kom njoft edhe një. Bislim Zogi që i ka prunë këtu. E 6 i njofta unë. 7 nuk e kom njoft, po motra ka njoft që ka qenë Muhammed Mustafa Përsuri. Muhammed Mustafa, s'di si ka mërin. Muhammed Kelmendja, Mustafa, s'di. Përsër i motrës ka qenë. Dhe me thonë 7 vetë kanë mujtë mu arrestu unë me konë shkaktarë. Na nuk e dham as një emër. As prindi, as une. Pyetja fundit. Veç për no. Për juve, si familje, Po. kush është themeltari i ushtrisë shqiptare të Kosovës? Për juve. Ndëgjo. Jo themeltar. Protagonisti sebeb që Kosova me pas ushtrinë e Kosovës është Azem Syla. Protagonisti numër 1. Të gjithë e këndi është ushtrinë. Pa të më tentu pak niko, dhe devijaj pak tu, pa të më tentu pak niko në klin me bo demonstrata, një organizator që une nuk isha aj, po theta bashkon në vllazëre e lexojnë një farë pamflete sa ne do rrishin të salla sportit atje, edhe na jem, po ti n'kosh për qëta hajde që tu. Nashta të gjithë jemi kun për qëta. Po pak, u dashke pak me shtërngu. Azem Syla është protagonisti numër 1. Azem Syla është protagonisti numër 1 që na kanë torturu për Azemin. Azem ka është numër 2 që është pse i ka leju për shembull, pse i ka Me këtu me mbajt mbledhjen. I vetmi mas lufte që ka ardhur ç'është duhet. Me na kërku falje, edhe pse nuk është në pavartina personale. Është Azem Syla. Ka ardhur, ka kajtë në qitë, se ka qenë objekti tjetër, ka kajtë si këtë mija, na keni pa sherin, o jo, deri sa i tha baba, tha jo Azem, tha na tonë e kem dash që ditë, e kem ditë që është, po na keni pa sherin, ju kanë munu, ju kanë të, po normal, armiku a i nuk e ka kursu i fëmine vetë, e lima për të kursen ty, e tash, mirë po, kretë kjo, epilogu në kanë fund, emra nuk kanë përmen kërkush. Kemi ranë në burg me 9 shtator në vitin 93, 5 ditë nga kanë tërturu terë me terë. Unë kanë qenë dë shqiptarë, ka qenë edhe, për më stim ma nina, 1, 2, 3 shqiptarë kanë qenë u të bashkë. As njëni për ty nësë më ka tërturu, as një fjallë të keqe s'ma ka thonë, për kundrazin nuk më... Serbët, më falë se nështë edhe për të ndërprej pak si shumë, po e di që me folë gjatë kena shumë me folë, po emisioni pak shumë në prëndën. është bagazh që e keni kaluar. I gjatë, po është i pastër. Pa me dyshje. Po, unë doshta me të falenderu edhe me falenderu si i ri këtij vendi që keni qenë kontribues me lëshu këtë shtëpi, se ka dosh zoti me kon ti gjallë, baba vet nuk është më po me tregu pak një të vërtetë që këtë realisht ka qenë një ndër të parë, kështu që falenderit shumë. Çka do që kishtë thonë prindi edhe unë jam që aty, çka do që thamë une e mbroj tezën edhe për prindin, se na bashkë kemi qenë. Për një ditë jemi arrestu, për një ditë jemi liru nga burgu, me kusht mbrojtjen e liri, prindin e gjykun 2 vjetë, mbrojtjen e liri, tani se na ka 4 muaj e gjysi majtëm në hetësi, mu më gjykun 1 vit e gjys,
Në vitin 95 më ka ardhe plot fuqishme. Me shku, se shkolla dytë na supreme në Prishtinë na heki ka 1 vit. Do me thonë, mu më erdhen edhe 1 muaj e gjys me majt, prindit edhe 7 muaj e gjys. I me shku i kemi majt. Me një tetor ju martu, me 30 tetor ju më shku në vujtje dënimit. Është muaj i mjaltit, për muaj të mjaltit, me kanë dërgu në pejë. A mund është marrë këtu pak dhe une, po du me të falenderu se edhe këthejme qështu ka kamera, për fuqinë se me kalu gjithë shka, për një me ju që i keni bo do vjetë pak edhe mirë që jeni mirë, ta këto vite që kanë kalu. Vjen keq që s'po mujme ta dëgju këtë rrëfimin se emisioni më premton që kaq. Lutem. Po ju jeni këtu për kur do herë ndoshta dikush tjetër, faleminderit shumë. Nuk e di a pajtohesh kujt ja ofron dëpomje, kush ka qenë edhe në këto të ty po të falenderoj shumë që na ke prit më mirë. Don edhe ka foto tani? Patjetër që po. Po. Kujt ajo e pomje unë po e falenderoj basi në merë ne takomi vetëm pas pak. Në fakt, është interesante sepse jo interesante, po është gjë shumë e mirë që nga Ymiri, sipas banorëve gjithmonë, të cilët jo çdo herë pranojnë me dalë para kamere, por që na tregojnë, kanë dalë njerëz të cilët kanë dhënë kontribute të ndryshme, kur po them, falni, kontribute në forma të ndryshme, qoftë përmes arsimit që ka qenë pjesë e rëndësishme, vazhdon me qenë edhe sot, sa të që ndoshta intensiteti sot ka ra, edhe kemi zhgënjime, por që ka njerëz që nga Ymiri kanë dalë intelektual, doktor, sot i kemi mësuese shumë çka tjetër. Një prej tyre, realisht tashmë veteran i arsimit është edhe Fadil Shala, na thanë që mdoket jam këtu, para oborit tillë ndoshta po e pyes. Auto ngjyrësës Shala. Hajni lodh? Baci Fadil këtu. A guxojna? Veç mos na gjuj me najsen. Respekt. Në fakt, në përse cilin vend që udhtoj në për fshatrat e Republikës së Kosovës, për fat mirë mikpritja ka mbet ende dhe ka qenë njëra prej tradita prej neve shqiptarëve që nuk kanë ndryshuar edhe shumë. Tu ecë në për Ymir të taku njerëz të cilët janë shumë mikprica, u nola në oborrin e Zotit Fadil. Fadil Shala, jemi tek lagja Shala, sepse thuhet që shaljan janë mavenali të Ymiri, kështu që me një kënaqësi u ndola tek një person që i ka dhënë arsimit për 33 vite në qoftë se nuk gabohem, por që ka përjetuar edhe të mira edhe të këqija në Ymir. Baci Fadil, faleminderit shumë që na pritën këna. Faleminderit për juve, respekt. Kënaqësi shumë e madhe. Baci Fadil, në hymje të emisionit krejt, e kum bo një farë përshkrimi vetë ndoshta, diçka kum gabu, po besoj 66 vite mund është me i pas Ymiri komunë. Kam bisedu me Bacin Emër, po kam folë për çështje tjera, po e mon men Ymirinë si komunë? Une e moj men, kur vetë si mëzon që kum shkru, komuna Ymir, vendlindja Ymir. Që ka pas në Ymir? Dëgjova që ka pas shkollë të mesme? Ymiri në ato vite, nështë ta keq është me thonë se dikush të që po këshur po ngrit, për në Ymir ka qenë edhe shtëpia, mund të them tash pithojnë shtëpia e kulturës, salla e filmit, në ato kura. Këtu? Këtu, në Ymir,
ndoshta ke po aty afër shkollës, ku a shkolla e re që aty masoj ka qenë ndërtuar. Që ndoshta edhe nëpër qytete nuk ka ekzistuar që ajo sallë e filmit, e teatrit. Në i mirë, e moj menune kur kanë qenë dykun 13 shitore. Me mallra, me gjithçka. Çdo mall që u gjetë në Prishtinë, po thamë, e ke pas në i mirë. Në i mirë ju ko tregu, ditën e pramte, në i mirë e di që kanë ardhur njerëzit në ato kohra, ashta jemi 3, që kanë ardhur me nxjerr teshat nusës. Po. Na për shitore të i mirë. Në treg të i mirit kanë ardhur prej Gjakove, që Gjakovac dihet që janë për rroba. Prej Gjakove, prej Peje krejt tregu i mirit u konë edhe në i mirë, u konë stacioni trenit edhe sot, që janë bo zbrozja mollra, nga kim shkakimi mollrave, që kur nuk ka qenë stacioni i mirit, bili pa një tren, transport. Shkolla, kur kum qenë në Ujmir, që kanë mësimet në Ujmir, e ka pas Ujmiri vetë, si qeva, një lagje ose fshatë Shtarica, Dëbërdoli, Qabiqi, edhe prej të 5 deri në 8 kanë ardhur Glareva. Edhe një numër i vogël, s'më më thonë që kanë qenë shumë, po një numër i një lagje poshtë Taqarevës kanë ardhur. Dykun mos gabofsha, se s'më më dho shifra, ndoshta edhe po harroj se mosha bot veten, dykun në 1300-400 zonca e ka pas Ujmiri deri 1600 ka shku. Ndoshta edhe më shumë, shifrat sakta nuk më më thonë. Po, kur nisi me ndryshu qaq drastik, po i them kështu, se sot e shohim më mirë, më shumë qetësi, ndoshta shumë vite mrapa. E se edhe diçka harrova po ndërprej. Po, patjetër, falë. Në Ujmir ka qenë ambulanta. Ka qenë posta. Kretu në Ujmiri që shë sot klina, po e zonë, që e ka policin, e ka komunën, e ka ambulantën, e ka postën. Në Ujmir krejt që tu Ujmiri u konë. Që kam mbledh njerëz ndoshta për prej Malisheve, prej Rahovecit, në Ujmir ka ardhur. Normal djetë atër kanë ardhur. S'po foli për rreth Drenicës këtu, që ka qenë qendër. Kur ja nisi me ndryshu edhe pse, a boni emigrimit vetën, apo jo? Jo. Në atë kohë nuk e ka bo emigrimi, në atë kohë e bënën dihet mas vitit 66, mos gabofsha që të dykun, në Ujmir e mojmen që ka pas edhe Serbë në stacion treni. U po tash që veç komuniteti Serbë ish mbi neve, edhe e tërhoqi komunën e qenë. Komuniteti Serbë ka qenë. Pushteti Serbë, komuniteti po pushteti Serbë. Edhe si e tërhoqi komunën, atëherë normal që gradualisht të një tërhoq. Një kohë s'ka pos polici, zyra vendit ka qenë, po të një normal që shkoj të dobësu me një fjallë. Periuda ma e ronë, sigurisht edhe për Ujmirin, dëgjova që është periuda 98-99, lufta e fundit në Kosovë. Di Bacivadel që kontribut, jo vetëm me luftu, po kontribut ka qenë edhe arsimi, ka qenë edhe shkujtja dhe në Shqipni, bajtja armëve, keni qenë njëri prej tyre, a ka qenë realisht periudhë shumë e ronë për juve që nështë e keni kry një shërbim dënë se nuk keni luftu, nuk keni qenë në veshje të ushtarit të ushtisimtarët të Kosovës? Qëre vitet 88-89, përgjithsisht në krejt Kosovën, po foli viq për Ujmirë, për bashkësi lokale të për Ujmirë dhe për rrethin. Shteti Serb i largoj, ja ndaloj shkollat në Klin, erdhë shkolla mesme në Ujmirë. Do më thonë kena punu fillorja dhe mesme bashkë. Në çdo kohë vishin kohë pas kohë si dihet si policia serbe, edhe pranone plan programin se kena pranon. U ko ajo kohë shumë e vështirë ku një moment po tregoj një rast e një kushëre ka qenë Hamit Shola, ku drejtori i shkollës, edhe ardhe i kanë një zyre. Drejtor, pse ti po i mon gjimnazin këtu, në Zoncat? A di që ka qenë shprehja ti? Ku tha mi qunë në Rahoveca, tha unë të metë jënë, tha qëtu, kanë me kry. Shumë herë na kanë hinë tash, nështë për dikun është qesharake, po s'po du me cik me emen në zonë që bile edhe ajo kish përmend që tash dikun, që ja kum ju më detyru në fund vitit, unë ja kum dhonë meditor, me diftesa kur kanë dalë me Republikët Kosovës, për dritari e ka këcy, edhe vike i ka nolë që ka.
Imagjino. Kena punu për 20 marka, po ma vlerë kanë posë që ato 20 marka që na i ka dhu populli vetë. Se do shta mos tëmë në rrugën e Sodit. Na kanë mojtë bashkë fshatarët për drumë, se s'kena posë në zemje, e di një rast, edhe me emen muj me cekë që e kanë na i thoj me stajgjë, nuk e di qush, e merne jo, që e maru, kur u hargju stogu, shku e kanë dzirë drumë, ka s'kom tjetër drumë merne që. Punë po foli për rrëthin tonë, u konë një bujari e te skajshme. Qka ka posë mundësi me ndjenja shpirtërore, me mundësit ka një mundë. Kështu që ato vite janë ko vite shumë trona, pastaj veç fillaj lufta, hinëm na këtun prej dushit e në kiton, e bënën ushtria shlirimtare e Kosovës, aty një lloj kufiri, kanë qenë këtu kur u bo vorrimi këtij ushtarit të Dgllareves, e haroj emrin, kanë qenë këtu në mirë. Më thonë me një fjalë, kur u dhez lufta mirë, atëherë jenë tërhiq fshatrat Dgllarev, fshatrat për rreth, kanë najt një kohë në mirë, me qa kena pas mundësi, kena ndihmu, qa kena pas mundësi. Po. A që ato vite jenë konë për neve, për kretë Kosovën, s'moj me thonë, po jenë ko vite të. Se cili në për vendin e veti ka pas ato sfidat? Ato moment, ato sfidat që kanë. Po me një fjallë, populli ka qenë shumë i lidhun me vetit, shumë i dashur me vetit, shumë e ka respektu njoni tjetrin, edhe i ka ndihmu. Nuk po du më kalu me full për kunat e Sodit për momentet se s'jem kërku. Ja po në dona me të pyta, se kure qetë një tavorin, për gjallë dhe 6 vite, diferenca so ka ndru në kohë lufte, kur ti një ka shore bëk ndoshta e ke ndomë njëri tjetrin, sot kur vim 27 vite pas, gjithat mirat i shohim edhe tek ti, por edhe tek banorët që është ndërtu i mirë, e gjithë Kosova, një diferencë shumë e madhe mënyrës së jetuarit Bacifadel. Po. Pse? Në ato kohëra kena pas varfëri, po kem pas dashuri njëri me tjetrin. Sot kem shoqërzotit tana. Une nuk po fuli për fshatonin, se në fshatonin kur nuk e mon mend dikush një nga tres. Ma të voglin, as babgjyshi se ka mojt mend, dhe më thonë. Si fshat, jemi shumë mes vetit lidhun, shumë e dojmë njëri tjetrin, shumë e me gjithë se koha na u ka imponu sot që është një kohë shumë dinamike, nuk ki kohë ti me nejt, po me një fjallë si fshatun po foli, jemi shumë mes vetit, qka është tashë ma mirë as mirës, që rinia Sodit, po foli për fshatemin. Po. Rinia Sodit tena nuk ka ditë mbrëmje, ose mëngjese që dolin bile me pi kafe me shku. Për fshat jemi shumë. Unë atë fjallë e thash, nivel të Kosovës. Po, nivel vendi. Nivel vendi, nuk fola nivel të fshatit. Nivel vendi, më vjen keq me thonë, po pasha zotën si. Pse nuk po du me hi në politikë. Jo, as pak, as në realisht du me përmend, po realisht aja nisë ma vjen pak për politikës që ndikon edhe tek populli Bacifadel. Është një fjallë e ronë me thonun e ty. Kur ti ke bon një punë, edhe me thosë se ke bo ti e ku bon, është fjallë e ronë. Shumë e ronë. Shumë e ronë është. Që ti nështë ke vujt, ke hjek, ke derë djerës, s'ke pas me hongër, me pi, e jarë deri që tu e ke prunë. E sot më që me thonën e ty, ti si e konë, s'ke bon, fjallë e ronë. Kjo është e ronë. 30 so vite në arsim? 34 vite e 6 muaj e do detë. Nuk e di so. Arsimi atëherë dhe tash? Qish po e she? A ka ndryshu edhe këto diqka? Më vjen keq me fol, se arsimi asoj kohë është ka qenë shumë ma punë në bo. U bo një punë, si me thonë, jo kompjuterike, si sa, po u bo një punë serioze. U bo një punë që kem punu o burë, edhe pse kem vujt kem punu, edhe pse nështë ta nga ka orët, në zonë si me gjysë fletore, mos ta me gjysë lapci, po të kanë ngu, ka qenë i disciplinum, ka qenë i edukum. Qka unë mbi gjitha, shkolla është një zanotje. Zanot, profesion, na tash pëjthejmë, na i thishëm zanot, tash profesion. Është një profesion. Si qaj futbolisti që lunë, për shamull, ose si një artist, a edukata
është diçka tjetër. A kanë dalë pe ju i mirit njerëz, intelektual, doktor synë për vende të ndryshme apo jo? Po. Që kanë kaluar nëpër duart e tua lejmet të tjerëve. Po. I kem për shembull që ku më thonë se më është Argjendi, tash me thonë, edhe lirisht më i me thonë, që 2 vjetë mësim, për herë të parë në ditorin e ku morë në Aqarem. Vitin e parë edhe vitin e dytë që ku punu në Aqarem, unë kom posë se Nxancë Sulejman Selimi. Nxancë Sulejman Selimin. Po. Sulejmani nuk konë, Syla nuk konë, nuk konë Gjemojli edhe nuk konë një sultani. A din djemë të agjës që më kujtohen se mësuesi manë men më të mirët edhe më të problemat. Po fiks, qita dy. Qëta dhe, ata të mesmit, po, shembull Syla sot ku është, edhe atëherë më i me thonë që ka qenë shumë Nxancë i edukum, i kulturum, i sjellshëm. Edhe Nxancë i mirë. Mos tim tash të kem, tash mund po befasuna për shembull kur më shku në klinë ambulant, kur më ka thonë Nxancëja jam, qysh jem që sa je mirë. Po kjo është kënaqëri masanej për ty. Po, edhe fshati i mirit ka pas edhe njerëz krethuja të shkolluar, mjek të ndryshëm, ekonomistat të ndryshëm. Prej i mirit kanë dalë shumë gjenerata të forta që kanë qenë atë kohë dhe sot janë në për funksionat të ndryshme. U i mirë, se unë ma mirë ja kësha ndru, ja kësha lo banor mirë, që është një tho, njerës të mirë. Po, u i mirë, a mundesh me, ndoshta është emën shumë i vjetër, po, apo djetë gjeneza nga i ka pikë emër ajo? Se ka shumë të thona, po u i mirë si pas gjitha gjosave, është që në mali ju, në pylli ju, në si të njësët këtu, gjitho lugë shtaj, që në lugë e ka krunin e vetë, burimin e vetë. Ende vazhdojnë me qenë? Po, burimet, që ashtu janë krujet. E gjojnë në atë kohë, kur pas kanë qenë luftat, nuk kanë gjetë ujë me pi, edhe ku kanë shku të në kanë gjetë ujë të ftaftë, edhe ujë mirë, që ujë të mujrë, që aty ka stagnu. Bile, në unë pjesën ati ku këna qenë luftë, është edhe i thojnë asot, dhe ti këna me të kru një ujë mirë. Se që shkum dhe gju, pejtë më shumë. Pyetja e fundit, ju jeni shal edhe sa viset e tjerë janë këto, sa ndjemra janë? Nuj mirë, janë me fes janë veç shaljant. Veç shaljant? Pa. Uj mirë, në lume në tonë, hekuru dhe në tonë, janë me lakë, por ata janë me fes shal. Me gjithë se atyne, në letër njëftim ju shkrunë si qevë, në lume në tonë. Në si qevë ju shkrunë, më zgabofsha, Bugaria dhe Austria, kër e kishin kohë në Kosovë, e ka nda për lëmë. Ajo ka posat pjesë, kjo këtë pjesë edhe qëta. A faktikisht nuj mirë, venali i tuj mirit jenë shaljon. Pasi fateri jam shumë i knatë që bisedova me ty, ndoshta me hije me folë për ujmirin e për juve, na dojnë një 2 javë të tjera, po në pikat shkurta një përmbledhje shumë e mirë, urej që me qenë gjithmonë bashku me ju, vetëm në ku lufte, por edhe ku po që qysh po vazhdoni. Inshallah. Po, patjetër dohet. Inshallah. Kështu që po të falendrej shumë që na pritën konakun tanë. Falenderit për juve shumë, respekt, inshallah kaleni mirë, inshallah bëhet mirë. Patjetër që po. Nuk ka më mirë se sa kur takojmë njerëz të mirë që janë shqipfolsa e mbi të gjitha janë adhetare dhe realisht unë du gjithmonë që me e përcjell përmes emisionit njerëz të tillë. Jo që Kosova nuk i ka ata, por ndoshta dinamika e jetës e problemet të tjera. Ndonjëherë siç biseduam edhe Basin Fadel, tha që gjenerata pak më e re ndoshta ka ndryshuar gjërat. Unë rrej që për shqiptarët gjithmonë ka me qenë mirë, sepse kjo është edhe detyra jona që me i paraqit se për këtë tokë kanë luftuar, kanë ndërë gjak, e lemo tash që e gëzojmë lirin. Nga ky moment nuk dua që ta zgjas edhe një pikë, sepse dua ta mbaroj, e jo mos harroni që emisionin Votër mundi me ndjek edhe këto intervistat e shkurtuara deri në takimin tonë të radhës, e që është të premten që ndroni me emisionin Votër.